Vitet e fundit është vënë re një rritje e rasteve të pacientëve që vuajnë nga sëmundjet e veshkave, ndërkohë që është ulur ndjeshëm edhe mosha e të prekurve, duke përfshirë gjithnjë e më shumë të rinj. Ky fenomen lidhet edhe me faktin se sëmundje të ndryshme po shfaqen gjithnjë e më herët në moshë. Duke qenë se është ulur edhe grup mosha e sëmundjeve që unë përmenda më sipër, si e diabetit, si e hipertensionit, atëherë patjetër që edhe mosha e pacientëve që vuajnë nga veshkat është ulur, por sidomos ne hasim në mosha të reja patologji të cilat lidhen me glomerulonefritet, edhe këto pastaj janë sëmundje edhe këto kronike që çojnë drejt sëmundjes renale dhe avancimit të saj. Ndër faktorët kryesor që ndikojnë janë mënyra e të ushqyerit dhe jeta sedentare, të cilat po bëhen gjithnjë e më të pranishme në stilin e jetesës së të rinjve. Të gjitha këto lidhen sepse organizmi në fund të fundit është një i tëri dhe në momentin që preket një organ edhe organet e tjera vuajnë nga kjo lloj gjëje. Nuk ka lidhje të drejtë për drejtë, për shembull të alkoolit apo të duhanit apo të jetës sedentare në mënyrë të drejtë për drejtë lidhja me sëmundjen e veshkave, por në mënyrë indirekte patjetër që lidhja është e rëndësishme. Mjekët rekomandojnë që qytetarët të kryejnë kontrolle të rregullta mjekësore si një mënyrë për të parandaluar dhe diagnostikuar në kohë sëmundjet e veshkave.